Po sigurisht nga e dila vetëm se ka fillu numrimi mbrapsht, java e fundit, kemi ditët e fundit, jemi mobilizu, të jemi kështu kushtimisht t'i kontaktojmë ata persona të cilët në një farë forme na kanë premtu që do të na përkrajnë dhe kanë qenë vazhdimisht me ne. Gjithçka, nëse flasim sa i përket fushatës së përgjithshme, jo vetëm në Prishtinë, po në gjithë territorin e Republikës Kosovës kemi një fushatë qetë, pa incidente, vazhdojnë të themi të kemi një kulturë zgjedhore këtu në Kosovë, pra problematika të mëdha nuk kemi, janë këto të themi problematikat e vogla, ngacmimet në mes kandidatëve, pastaj mes garuesve dhe aktivistëve, po që janë shumë të shëndosha dhe shumë normale, pasi që pa i pas këto fërkimet e vogla, kështu nuk mund të kemi as edhe ndoshta themi kandidat të mirëfillt, po edhe prezencë të mirëfillt.